Qeveria shqiptare lajmëroi një ditë më parë se do të rikthehet bordi i transparencës, i cili do të monitorojë dhe vendos çmimin e karburanteve. Për sa i përket ngritjes së bordit të transparencës, qytetarët e Vlorës e shohin me skepticizëm se ky i fundit mund të ketë efekt. Edhe nga eksperienca viteve të mëparshme, qytetarët thonë se bordi i transparencës nuk ka funksionuar asnjëherë dhe nuk e ka ulur çmimin e karburanteve. Sipas qytetarëve, në vend të bordit të transparencës duhet vendosur në funksion, ashtu siç po bëjnë shtetet e tjera europiane, rezervat e karburanteve. Qytetarët theksojnë faktin se rritja e çmimit ndikon drejt për së drejti në xhepat e tyre, duke rënduar situatën ekonomike. Po ky është lajm i mirë, po varet se sa do respektojnë atë këta. Po mund të respektohet, po te 25-30% se këta kështu punojnë. Nëse ulet çmimi i karburanteve, ulen të gjitha. Po unë nuk besoj që asnjëherë nuk janë ulur. Janë ngritur dhe s'janë ulur asnjëherë. Prandaj unë besoj që rritja është normale që do rritë, sepse është globale kjo. Por neve kemi hallin tonë. Shqiptarët janë të varfër, po ju rritë akoma çmimin e naftës të ke rritur gjitha, se kalojnë zinxhir ato. Do përballojmë dot të çmimin e naftës? Absolutisht jo. Absolutisht jo. Do vojmë, do ta përballojmë. Nuk do vdesin njerëzit, por ama do të vojnë. Ky është problemi, do rëndoj xhepat. Lojë. Pse lojë? Po lojë. Çmimet aty në aty ka qenë ajo pritej, diçka pritej. Rezervat ku janë? Në këtë rast i rezervat në shesh, nuk bën ngrihet. Bordi le të jetë se pse e shkrin më përpara? Që e shkrin e ngrajnë prapë. Kështu që s'ka ndonjë vlerë. Fare s'ndihmon asnjë gjë, neve jemi detyruar të shkojmë kohë në fund pusit. Me këto çmime që po vjen, ka vetë 4000 lekë kilo spinaqi dhe ku bëhet fjalë për natën, nuk pres ndonjë gjë që të vi për mirë, përveç se për keq. Po çfarë nuk është ngritur, çfarë nuk është bërë? Ne e pranojmë. S'kemi çfarë bëjmë më tepër na ç'kemi bërë. Si duam le ta bëjmë. I mbytur nga lag nuk ka që del. Le ta rrisi si duam, mase kush e di ai lag. Po do t'i rëndoj. Po i na rëndon, po kush na pyet ne valla? S'na pyet njëri. Është fatkeqësi për popullin shqiptar. Se populli shqiptar i ka gjitha mundita që të rrojë, domethënë, jo të vuaj kështu si vuajmë neve si robë lufte. Kush? Ai do të shpjen në qiell, çfarë thua? Ne përballojmë dot me këtë çmim naftës? Fare, ne do kemi vdekur. Ne jemi një të moshuar, s'kemi nga të vemi, nga të jambajmë, se duam pikin, po s'ikin do. Në vetëm 24 orët e fundit, rritja e çmimit të karburanteve ka prekur edhe Vlorën, ku nafta dhe benzina tregtohen me 214 deri 215 lekë për litër, duke pësuar në 24 orë një rritje çmimi nga 10 deri në 14 lekë.